Hi, James. Hi, James. Shpendin tani son ty? Shpendin po. Tani sa jemi në... Dieta si mos futet që tapeti i kuq. Vazhdo me duar trokitje. Bravo! Kemi tash në numrin fitues në 11.5 km. Gora ka qenë fantazi, si vjetë moti ka muajtë perfekt, kanë qenë kushtet apo stafote për më prapu, unë personalisht sot e theva një rekord personal temin, në fakt rekordin personale në gorën e përgradeset, 11 minuta prapova, ke gora buku jam knaqët gora, s'm del shumë. Po, për kilometrës parë, domethënë 5 metrat e para kam kriju distancë, mbas e kam vrapu këtë kohën vetëm, po më ka thënë drejtën sot ka qenë një stërvitje për mu, se mas 2 javë marrë pjesën në gjysmë maratonin e Zagreb, në maratonin e Splitit, edhe ka qenë një ushtrim shumë i fortë për mu që... Maratona Povedecit si është? Muj me thonë, për mu është edicioni 3 se vrapoj, është ndërë gorat më të buka, më shumë të se e vrapoj me knatësin teme. Vitin e parë kam qenë i pari, vitin e 2 kam qenë i dyti, si vetapet i pari. Gjysmë maraton, është hera e parë. Shumë mirë, realisht të shijova, unë tani kam 2 vite që stërvitem në Spanjë, sepse synimi im është Olimpiada e 2 Los Angeles edhe këtë garë ishte thjesht stërvitje për t'i përmbushur qëllimet e mia në të ardhmen. Gjysmë maratona Povedecit si ishte për ty? Unë e shijoj shumë sepse është vendin tim, është shtëpia ime dhe jam me njerëzit e mi, sepse shumicën e rasteve jemi në arenën ndërkombëtare dhe sigurisht është presioni shumë i madh. Kurse në vendin tim, domethënë vi vetëm me shiju gara dhe ishte një organizim i manitshëm. E përgëzoj organizatorin, si dhe bashkim për këtë eveniment kaq të bukur. Dhe unë jam nga Maqedonia e Veriut, shqiptar ande, nga Kërçova. Dhe Rivaliteti si ishte? Rivaliteti ishte mjaft i egër, por më në fund t'ja dolëm me pak vështirësi. Por ishte një atmosferë mjaft e bukur. Parë që merr pjesë? Po, si mjetë është hera parë, por grupi nga Kërçova është kjo here 5, mund të them që radhazi që merr pjesë në këtë eveniment. Shumë mirë, për mua është herë 2 që marr pjesë te maratoni Milana dhe po është herë 2 që marr pjesë te gara 11.5 km dhe ndjeva shumë mirë dhe koha ishte shumë mirë. Përsi se vjet ka qenë shumë vakt, vjet ishte koha shumë e shpejtë dhe tamam për të bërë një kohë mirë. Unë vi nga Amerika. Gara ishte pak e lodhshme, po ishte shumë qejf. I'm here the first time. I really love it. It's a special place for me and it's always really nice and fun and great organized and I love the place. It was great. It was amazing. Përgradecit e pëlqen? Shumë pëlqen shumë. Shumë bukur. Bravo. Καλησπέρα. Έχουμε έρθει σήμερα με μια ομάδα από τα Γιάννενα
για να τρέξουμε εδώ στο όμορφο Πόγραδετς. Εγώ προσωπικά έρχομαι για τρίτη φορά. Ήταν να μην έρθω την πρώτη φορά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αισίως, παρόλο που είμαι 60 ετών, όσο μου επιτρέπει ο Θεός, θα έρχομαι εδώ πέρα έτσι, για να τρέχω αυτή την όμορφη διαδρομή και να βλέπω και φίλους όπως το διοργανωτή εδώ πέρα, τον κύριο Πάκο, που και αυτός με την ομάδα του όταν έχουμε αγώνες στα Γιάννενα συμμετέχει και το βλέπουμε δηλαδή σαν φιλοξενία. Μας φιλοξενούν, τους φιλοξενούμε και το θεωρούμε και σαν υποχρέωση να έρθουμε εδώ στους φίλους μας. Për herë të pesë edhe vi, përçërisht vi për këtë maraton se është një qytet i bukur i luleve, edhe kam një mikpritje të atashme. Kjo mikpritje me bën ekstra të vi, edhe me emocion. Është një organizim, se unë kam rapuar dhe maratonat më të njohur në botë, e kam Sixstar, Chicago, New York, Boston, London, Tokyo. Po kjo është një çik afër këta maratona. Shumë organizim i bukur. Njerëzit rrugëve ne çik na thojnë bravo Axhi, uj kish një pika të dur, organizimi i shkëlqyshëm. Në parkun e Naldit të Duftale, urime, shikojmë dhe një krek, bravo Enjada! Rreth 550 sportistë nga 36 shtetet të botës sot ishin këtu në Pogradec. Të gjitha bën një super gar dhe janë në vazhdim. Të e shikojmë super gar dhe e themi me krenari, sepse e shikojmë në fytyrat e tyre. Gjithçka po shkon bukur, gjithçka në perfeksion. Madje kemi dhe live një vrapues elitar Tiron Mamusha në distancën e 21 kilometrave ka thyer rekordin e tij individual. Kjo na bën krenar. Jemi të sigur se për pak kohë tu do vinë vrapues elitar nga gjithë bota për të përmirësuar rekordet e tyre, pse jo thyer edhe një rekord botror, sepse kjo garë është certifikuar nga IAAF-i dhe pa diskutim e regjistruar në kalendarin botror të maratonave. Që maraton Engelana do të bëhet e do të ribëhet. Jemi mirënjohës për besimin që na kanë dhënë për të realizuar ëndrrën tonë sportive.